Tani shikues, po rikthehemi me një bisedë tjetër, të cilën edhe pak më parë paralajmërova, meqense diskutuam për librin, mirë po që kohëve të fundit librat pak themi realisht i kemi lënë anash, mirë po kjo gjë nuk është e mirë, por që çfarë të bëjmë, teknologjia ka bërë vetën dhe inteligjenca artificiale, shumicën për këtyre librave po mundemi gjetë përmes pikërisht këtyre aplikacioneve të teknologjisë temi. Mirë po që një konferencë shumë e rëndësishme, këto ditë do të mbahet në Prishtinë dhe që ne këtu e kemi Besfort Gurin, i cili do ta njoftojë më shumë për çfarë është kjo konferencë dhe se kush do të marrë pjesë, çka do të bisedohet atë. Besfort, mirëmëngjesi, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjesi. Software Freedom Kosova është edicioni i 10 si vjet që po organizohet në Fakultetin e Inxhinierisë e Kompjuterikës në Universitetin e Prishtinës. Ideja e konferencës ose thimi kryesor i konferencës është inteligjenca artificiale, machine learning dhe open hardware. Ku kemi folës vendor edhe ndërkombëtar të cilët kanë me tregu mbi punën e tyre që bojnë në këto 3 fusha të caktuara. Sa mendon që ne si Kosovë jemi tashmë të përfshirë pikërisht në këto fusha, apo jemi në hap me kohën, themi edhe në botë se çka po ndodh? Jemi të përfshim këgja shumë dhe po jemi në hap me kohën. Normalisht teknologjia po zhvillohet dita ditës ose ma saktë me thonë sekond për sekond. Normalisht diçka ik aty, po në përgjithësi është jemi në hapa të duhur. Software Freedom Kosova pra do të mbahet pikërisht në këtë vikend në Prishtinë, propos që tha që do të ketë folës të ndryshëm, po besoj që secili prej tyre ka me qenë profesionist në këtë fushë apo jo? Po, kemi 2 keynote speakers ose folësit kryesor tonë, që është David Kuertilas, që është CTO i Arduinos. Arduino është një plak e vogël elektrike që mundet me u programu, edhe shumë studenta në Kosovë vetëm e përdorin ato, cilët studiojnë shkenca kompjuterike e përdorin si Arduino. Përpos Davidit e kemi edhe Gjoj, cili ka me folë për FreeCAD edhe KiCad, që janë 2 softvera për plaka, prodhimin e plakave elektrike dhe gjanave tjera. Përpos këtyne kemi Philip që ka me folë, që është prej Wikimedia Germany, a i ka me nga të regu eksperiencen e tina se që është Wikipedia, po e përdor AI-in, e folës tjerë që tash më edhe mësë me kujtu në njonin, kështu që ma mirë pëllo me qëkajtë. Po kush mundet të jetë pjesëmarrës atë? Përpos e kam fjalën përpas patjetër folësve? Kush mundet me qenë pjesë? Pjesëmarrësit tonë kryesisht janë studentët, do më thonë si target kryesore kemi studentët, po përpos studentët janë edhe personat cilët kanë studiu shkenca kompjuterike, po dojnë, apo janë të punësum, po dojnë me avancu në pozitat të tjera, apo me mësu gjona të reja, atëre edhe ata janë pjesë e konferencës po ashtu. Ku është synimi tërë kësaj konferenca? Synimi kryesor është me bisedu se sa është e rëndësishme AI, qysh është të zhvillu AI në raport me open source-in dhe free software në termat përgjithshëm. Ju tha që si vjetë e keni edicionin e 10, apo jo, po besoj që se cili për edicionave ka pas një tematik me cilën është trajtuar. Kësaj here kemi për inteligjencën artificiale, viteve të kaluara, cilat kanë qenë tema që janë trajtuar të? Kemi pas gjithmonë, për shembull, para në 2019, nëse nuk jam gabim, se për një periudhë nuk kemi mujtë me organizu për shkak të pandemisë dhe gjanave tjera, po në 2019 ka qenë thimi Sensors for Good. Në qatë periudhë kohore është folë shumë ndotja ajrit dhe gjanat të tjera. Na në për Kosovë kemi pas vendosë në qatë periudhë shumë senzor të ndryshëm cilët e matchin kualitetin e ajrit, edhe kemi thonë që Sensor Speaks ose Sensors for Good në konceptin se qëfar dhana dhe në basë aty në dhanave kemi kuptu qëfar kualitetit të ajrit ka pas. Po çdo vjetë tentoj me pas do me thonë tem tjetër edhe cëla është ma aktuale për me u bashkë bisedu. Pikrisht edhe për temë ma aktuale që po ndodhë në fakt ku do në bëhet do të diskutohet në këtë konferencë, mendoni që ka me qenë një nga edicionet më të përfolura, sepse pikrisht tregoheshin nga fillimi, gjithë jemi të varur nga teknologjia, edhe sidomos tani më nga përdorimi inteligjencës artificiale, gjithë jemi duke përdorur në masë të madhe, edhe besoj që fokusi ka me qenë shumë i madh aty. Realisht, interesimi është shumë i madhë, deri sot na kemi mbri me i shpërnda 750 bileta për afërsisht, nuk e di shifrën e saktë se po lëviz minut për minut. Do me thonë 750 bileta janë të shituna, edhe pse është pa pagesë, pe thojmë të shituna se duhet me u regjistru në Eventbrite, ku munden me u regjistru kush dënë prej edhe sot. Kështu që interesimi është ka gjaj madhë.
A mendoni pikërisht që do shta kjo kohë dhe nuk do t'jetë e mjaftueshme për shkak interesimi që treguat që është i madh? E mendoni që të vazhdoni përsëri ndoshta në nxehtësit e tjera ose në javët e ardhshme? Na si Flosk gjithmonë kemi programin vjetor ku çdo të mërkurën mblidhemi në Prishtina Hackerspace dhe diskutojmë këto tema. Normalisht kjo konferencë vetëm sa e nis një proces që duhet me u trajtu qëto tema dhe ma shumë që njerëzit me pas informacione në baza ditore. Po ato bohen kryesisht me njerëz ose folsa lokal, ndërsa në këtë edicion të SFK që është event edhe maj madhe, aty ftojmë edhe mësafir të tjerë prej veneve të ndryshme të botës. Besoj pikërisht për shkak kësaj teme dhe rëndësisë të cilën vetëse e ka, ju tregua që ka pjesëmarrës edhe nga vende të ndryshme. Kush po ju ndihmon që ti bëni bashkë ndoshta themi këta folës, sepse patjetër dëshiron një kohë të madhe me gjatë, edhe që nuk është e lehtë për të organizuar një konferencë të tillë. Financimi kryesisht bëhet në bazë të sponsorëve. Kemi diku 15 sponsor të ndryshëm, që janë kryesisht kompani që prodhojnë software në Kosovë, edhe kompanit janë sponsor të konferencës. Po nuk do na edhe me anashkalu, kemi edhe Universitetin e Prishtinës, ose ndërtesën e Fiekut, ku ata na kanë suportu që me hapësiren edhe ku me umajt konferenca gjatë 2 ditëve. Po besoj që në mesin këtë sponsorëve ka më shumë biznesa. Mirë po si kanë fjallën si themi pushtet lokal, ose edhe pushtet qeveritar po ashtu. Ka interesim që të jenë bashkë pjesëmarrës ose bashkëpunëtor në këto raste? Në nivel lokal, na kemi bo një farë aplikimi kur Qile hapën këto thirrjet për me apliku, mirë po nuk kemi pas sukses si vjetë, po ashtu edhe në nivel qendror është e njëjta situatë. Pse mendon? Kur gjithçka po fokusohet tashmë në këtë fushë, mendoj që do duhej edhe interesimi të ishte i madh, për shkak pikërisht sepse studentët mësojnë aty diçka edhe janë prezentë si pjesëmarrës. Ato po besoj që do të më pyet ata më mirë se sa mua. Po besoj që vitet në vazhdim ka më ndryshuar edhe kjo qasje. Nga 2019 thatë që keni pasur edicionin e fundit i cili ka qenë më herët, çka keni bërë gjatë kësaj kohe? Me çka jeni marrë kryesisht? Na si Flosk kemi pru edhe 2 konferenca globale. Në vitin 2023 në qytetin e Prizrenit e kemi organizu Debian Conference, DebConf, që kanë qenë diku 300 musafir prej krejt botës në Prizren për 2 javë ditë, ku kam bisedu për sistemin operativ Debian dhe do me thonë ka qenë konferencë ma e koncentrume për njerëzit që mirën drejt për drejt me Debian. Ndërsa në vitin 2023 kemi bërë një konferencë tjetër internacionale që quhet Phosphor-G, po ashtu ngjarje globale, që i kemi pas diku 750 musafir prej krejt botës. Ndërkohë, cilë është mesazhi të cilën dëshiron me përcjell sot, pikërisht për shikuesit që janë duke na ndjekur edhe që treguat që ka ende kohë edhe nëse duan ta blejnë një bilet sepse jo ajo është në fakt pa pagesë, mirë po që nëse dëshirojnë që të jenë pjesëmarrës aty. Për fund kisha thonë shihemi të shtunën në mëngjes në objektin e Fiekut për një sukses të radhës me konferencën e SFK. Besoj faleminderit shumë për kohën që e pate, shumë kënaqësi që të pata këtu në studio, por shpresoj shumë që edhe konferenca me të vërtetë ta ketë edhe atë zërin e fuqishëm, ashtu siç është edhe tema, edhe që studentët do të kenë mundësi me bashkë bisedu me folës të ndryshëm të cilët janë të kësaj fushë, edhe me mësu diçka patjetër shumë interesante në fakt në këtë temë që me të vërtetë gjithë jemi duke diskutuar këto kohë të fundit. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën edhe një herë.